Ne jemi rritur mes librash, mes romanesh, jemi rritur me këngë, nëna jonë për ditë këndonte, ishte aq e lumtur edhe pse familje me shumë vajza, edhe me një vëlla për prap, ndjeshja e gëzimi i saj dhe gjithmonë jemi rritur me shumë dashuri, me shumë konsiderat dhe në ambient shumë të bukur. Gjithmonë na ka udhëhequr dëshira për lexim, dëshira për art, dëshira për të bërë më të mirën, për të dhënë maksimumin dhe ka ndikuar pozitivisht që të gjithë motrat në profesionet të ndryshme të ndjekim rrugët tona dhe të mbarojmë me sukses studimet, jo vetëm studimet, por edhe mëtej magjistraturat, specializimet e kështu me radhë. Pra, mendoj se shumë ka rëndësi babai edhe mbështetja e nënës për brezat që vijnë, edhe për ta mbështjell me dashuri edhe për ta vënë në fokus emancipimin, edukimin dhe shkollimin.